Me 1 minutë heqje, kuvendi ka shënuar për vjetorin e parë të tragjedisë së Koçanit, ku si pasojë e zjarrit në diskotekën Puls humbën jetën 63 persona. Kryeparlamentari Afrim Gashi tha se edhe pas 1 viti është vështirë të gjenden fjalë që e përshkruajnë këtë ngjarje. Për kryeparlamentarin, sado të zgjedhura, fjalët janë të pafuqishme për të shprehur atë që njerëzit e ndjejnë nga brenda. Sipas Gashit, drejtësia në këtë rast është shumë e rëndësishme dhe domethënëse ai kërkoi nga institucionet që të punojnë me përkushtim dhe profesionalizëm. Ka mëngjese të cilën gjallin shpresë dhe forcë, por ka edhe mëngjese të kopshme që shuajnë shpresën dhe japin vetëm dhimbje. Mëngjesi i tillë zbardhi më 16 mars e vitin e kaluar, pas ngjarjes tragjike në Koçan. Një poet thot, ka fjalë që çajnë, e lot që flasin. Lotët e prindërve, nënave dhe familjarve, po edhe qytetarëve, flasin shumë më zëshëm se çdo deklarat që mund ta japë cili do politikan. Përgjegjësia institucionale është më e madhe se sa ne e vlerësojmë dhe drejtësia është më e rëndësishme se sa ne mendojmë. Prandaj, thelbësore është që institucionet, prokuroria dhe gjykata të punojnë në këtë proces me përkushtim dhe profesionalizëm. Në përkujtim të 63 jetëve të humbura do të organizohet një numër i madh i aktiviteteve që do të zgjasin 3 ditë. Kësaj më 14 mars do të fillojë një shërbes në kishën Shën Gjergji i Madh dhe do të vazhdojnë në varrezat e qytetit me një shërbes përkujtimore për viktimat. Me 15 mars janë planifikuar disa aktivitete sportive dhe kulturore, një garë rekreative dhe një turne me biçikleta që do të mbahet në itinerarin Shtip-Koçan. Në të njëjtën kohë do të fillojë marshimi i parë përkujtimor alpinist Ivona Antovska dhe 63 engjëj në itinerarin Ponifka, po me 15 mars në sallën sportive në shkollën e mesme të Koçanit do të mbahet një turne në basketbol midis të lënduarve në tragjedi. Me 16 mars do të mbahet përkujtimi qendror i tragjedisë së Koçanit dhe ngjarja Drita që mbetet do të shënohet para ndartesës së diskotekës Puls. Këto aktivitete do të përmbyllen me një aktivitet simbolik, 63 karike të bardha, 63 jetë që do të instalohen në Parkun e Revolucionit në Koçan me 16 mars dhe me muralin Muri i Kujtimit kushtuar viktimave.